Shqipëria do të zbres sot në fushë për herë të dytë me trajnerin Rolando Maran në krye të stolit, teksa do të synojë që të rikthehet te rezultatet pozitive. Kuqezint janë në një moment jo të mirë, duke numëruar 4 humbje radhazi. Megjithatë, situata nuk duket kaotike, dhe kjo për faktin se ekipi ka pasur 3 ndeshje thuajse miqësore, me përjashtim të Polonisë e cila ka qenë pikërisht ndeshja që ndryshoi historinë e skuadrës sonë. Një fitore do të na çonte në botror, megjithatë shpresat që gjërat të ndryshojnë me Rolando Maran, pasi cikli i nisur me Silvinjon tashmë ka përfunduar dhe jemi në një epokë të re. Shqipëria do të përballet sot me Luksemburgun në një ndeshje miqësore që nis në orën 20, një test i rëndësishëm për kuqezint në kuadër të përgatitjeve për sfidat e Ligës së Kombeve. Edhe pse bëhet fjalë për një takim pa pikë në lojë, përballja pritet me interes, pasi kuqezint vinë nga një ecuri prej 4 humbjesh radhazi. Në historinë e përballjeve mes dy skuadrave, Shqipëria ka bilanc pozitiv. Nga 7 ndeshjet e zhvilluara deri më tani, kuqezint kanë fituar 4, një takim ka përfunduar në barazim, ndërsa Luksemburgu ka triumfuar në 2 raste. Ndeshja e parë mes tyre, e luajtur në vitin 2002, përfundoi pa gola, ndërsa Shqipëria regjistroi fitore të rëndësishme në eliminatoret e kampionatit evropian të vitit 2008, duke fituar 2-0 në transfert dhe 3-0 në shtëpi. Megjithatë, Luksemburgu ka treguar se mund të jetë një kundërshtar i rrezikshëm, pasi 2 herë ka arritur të fitojë ndaj kuqezinjve. Luksemburgu fitoi 1-0 në përballjen e vitit 2010, e vlefshme për kualifikueset e Europiani 2012, dhe më pas 2-1 në miqësoren e fundit mes dy skuadrave, të zhvilluar në qershor të vitit 2017. Pikërisht ky rezultat i fundit i jep një motiv shtesë Shqipërisë për të kërkuar revanshin në sfidën e sotme. Me një traditë që favorizon kuqezint dhe me objektivin për të krijuar sërish ecurinë pozitive, Shqipëria hyn në fushë si favorite, por përballë do të ketë një Luksemburg, që vitet e fundit ka treguar progres të dukshëm në arenën ndërkombëtare. Vetëm pak ditë më parë, Shqipëria luajti një miqësore ndaj Izraelit, dhe në Air Albania nuk kishte më shumë se 6500 tifozë. Numër ky që pritet jetë pak më i lartë në ndeshjen ndaj Luksemburgut, kjo edhe për faktin se është ditë e shtunë dhe më shumë tifozë mund të jenë pushim. Megjithatë, numri vazhdon të jetë dukshëm i ulët, edhe pse FSHF-ja kishte zgjedhur të ulte çmimet e biletave në krahasim me ndeshjet zyrtare që janë luajtur në të kaluarën. Kuqezint pritet që të jenë në fushë me ndryshime nga ndeshja e fundit ndaj Izraelit. Në konferencën e dieshme për shtyp, trajneri Rolando Maran u shpreh se do të provojë vetëm për të mirën e skuadrës. Në port, Sherri pritet jetë sërish titular, edhe pse në të dytën mund të jepet hapësirë edhe Simonit. Ndërkohë, në mbrojtje pritet që të jetë Hysaj titular, i ndihmuar në qendër nga Gjimshiti dhe Cake, ndërkohë që në të majt pritet që të jetë Mitaj titular. Në mesfush, me shumë gjasa do të jenë Ramadani, Aslani dhe Hoxha, teksa pak më i avancuar do të jetë Nedim Bajrami për të ulur në stol Laçin. Në mungesë të Mehmetit, dyshja e sulmit pritet të jetë Broja me Uzunin, me këtë të fundit që nuk ishte i gatshëm në takimin e shkuar, duke qenë se kishte kaluar një gjendje gripale. Elvis Rexha Digital. Elsi, një kundërshtar në letër i lehtë, zakonisht na kanë hapur probleme të tillë kundërshtar. Si është skuadra, pra si është përgatitur për nesër dhe a do të jemi agresiv, do të jemi më shumë kërkues përpara portës, cilat kanë qenë udhëzimet e dhëna dhe nga stafi. Përshëndetje. Tani ka shumë kohë që nuk ka më skuadra të lehta, sepse me të vërtet gjitha skuadrat kanë filluar të luajnë mirë futboll, edhe pse nuk kanë emra, prapë janë fuqizuar, kështu që duhet të kemi kujdes. Kemi pas shumë pak ditë, veç një ditë kena pas për të punu, kena punu më shumë me video, po besoj që me ndimin e trajnerit ton do arrim të sistemojmë ato 2-3 gjëra që ndoshta nuk na kanë funksionuar në neshin e kaluar, dhe shpresoj që këtë neshe të shënojmë para portës. Endrica Hugo, televizionit janë. Elsi, ti je veteran dhe je ndeshur disa herë me Luksemburgun. Në ndeshjen e fundit me Italinë, Luksemburgu ishte një kockë e fortë, pavarësisht se kishte përpara lojtarë të rinj, por gjithsesi është Italia dhe nga një trajner që e njihte. Si do të jetë mundur, domethënë, që të kalohet ky kundërshtar, të arrijnë të realizojmë dhe të mbrojmë se edhe rrezikuan në takim. Po, është e vërtet, po siç thash përpara, në fushë janë gjithë njësoj, janë 11 kundër 11, kështu që nuk është të thonë që nëse ti Italia do fitosh lehtë me Luksemburgun ose Shqipëria kundër Luksemburgut, sepse me të vërtet ato kanë lojtarë që kanë kualitet, janë përqendruar, kështu që ne duhet të kenë 120% përqendruar më shumë se ata për të arritur të fitojnë ndeshjen.
Përshëndetje, Sabina Meter, Rëtësh Sports. Elsi ndoshta pak herët për këtë pyetje, megjithatë si është atmosfera brenda grupit me ardhjen e trajnerit të ri? Keni bërë stërvitje, vjen pas humbjes me Izraelin, ju jeni më në brendësi të skuadrës, çfarë atmosfere ka brenda ekipit Kuqezi dhe a keni një thirrje për tifozët? Nëse miqësorët duhet jenë të pranishëm për të mbështetur kombëtaren Kuqezi. Faleminderit. Atëherë, ambienti është shumë mirë, sepse trajneri ka pak kohë që ka ardhur, kështu që ambienti me të vërtetë është pozitiv. Trajneri është një trajner pozitiv që t'jep një energji të mirë, një trajner që do të na mësoj një lojë më të re, më agresive, një lojë që ndoshta është më bukur në sensin që një lojtar që nëse jeni fushë është më bukur ta lush të lojë agresive që mund ke mundësi me shënu më shumë gola. Ambienti është shumë mirë, çunat janë gjithë gati, ndeshja kalu me shkoj keq, po të them drejtën personalisht unë mendoj që kemi bërë një ndeshje të mirë, thjesht kur kishim ato okazionet e golave nuk arritëm të shënojmë dhe futbolli kështu është, nëse ti nuk shënon e presion një herë dhe mbaron ndeshja 1-0 dhe duhet sigurisht të analizojmë dhe gabimet që kena bë, po ta dimë që edhe kena bërë gjëra pozitive. Tifozët unë uroj gjithmonë që stadiumi të jetë plot, sepse në vërtet në kombëtare ne vim pak herë dhe atëherë që vim gjithmonë duhet që ta shoh me tifoza, ti shoh ato ngjyrat Kuqezi. Shpresoj që këtë ndeshje të vinë shumë tifoza, sepse neve na ndihmon shumë si neve personalisht dhe kombit ton tregojmë që tifozat shqiptar janë gjithmonë ngjashëm për kombëtarin. Elsi Krizi se Atlari Klan News. Dua të pyes, nga ajo që pat me Izraelin, ato ndryshime taktike si në rreshtim apo ndryshime të tjera, mendon se mund t'i përvetsojmë sa më shpejt apo do të na duhet një kohë gjatë për të shkuar te rreshtimi i ri apo te automatizmat e reja? Jo, nuk duhet kohë gjatë, sepse ne jemi profesionista, jemi lojtar me eksperiencë, ka lojtarë dhe të rinj, po jemi profesionista pika parë, duhet ta dimë që duhet të ambientohemi me trajnerë të ri. Kombëtarja kështu është, kombëtarja nuk ka se ke shumë kohë që ti tulesh në fushë të përgatites një ndeshje, kesh një vit siç ke me skuadrat. Kështu që jeni aq zgjudh dhe profesionist që duhet ta kuptojmë zgjidhjet që don trajneri, ta kuptojmë atë që kërkon trajneri. Trajneri është duke na kuptuar dhe neve, sepse duhet të dish edhe trajneri duhet të njoh karakteristikat e lojtarëve që ka përpara ose mbrapa. Po kam shumë besim që do arrijmë sa më shpejt tek loja që don trajneri dhe tregojmë që dhe ne mund t'ja dalim të bëjmë pak më sulmuese. Përshëndetje, OCRD Panorama Sport. Të shqetëson fakti që nuk kishte asnjë gjuajtje brenda kuadrat portës dhe kjo vjen nga nxitimi, nga presioni i sulmuesve apo nga mënyra se si luajtët ndeshjen me Izraelin. Nga mënyra si luajtme, ne kishim shumë raste për shënu. Pastaj gabimet para portës janë pjesë e lojës. Një sulmues mund bëjë gol pe 50 metrash, si mund të edhe ta gojojnë një gol nga 1 metër nga afër portës. Po ne si thash duhet jena pozitiv sepse mendimin e këtij trajnerit besoj që do kemi shumë raste për shënu. Thjesht duhet besoj që sulmuesat tonë të lirohen pak nga presioni që kanë, sepse e dim se Shqipënia nuk ka se shënon shumë gola. Unë shpresoj që lojtarët e ri si Broja, Mehmeti, që ishin ndeshjen e kaluar dhe tjerë që do luajnë Daku ose kush do luajnë, ta dinë që mbështetjen tonë kanë afër, nëse gabojnë do e riprovojnë dhe shpresoj që t'ja dalin herë të vonë. Mantho Prokopi, Syri Televizion, si lojtari me më shumë eksperiencë në kombëtare, si ju duket deri tani puna me trajnerin e ri dhe a shihni të mundur arritjen e objektiveve që janë fitimi i Ligës së Kombeve dhe kualifikimin europian me trajnerin e ri dhe loja që ai kërkon për ju, pra kërkon një presion lart, por me Izraelin u vure që patëm hapësira nga pas. Sa mund ta realizojë skuadra planin e trajnerit? Po tash ko nuk ka se kena edhe shumë kohë, po as pak kohë. Duhet thjesht ta ekuilibrojmë këtë pjesën e ardhes trajnerit të ri me ikjen e trajnerit vjetër, sepse normal kena kaluar nga një modul që kena pas bërë me tjetër një modul të ri, që duhet ta kuptojmë sa më shpejt, është një modul që mund të sulmojmë më shumë, kemi më kënaqësi ndoshta të lush lojën, sepse ke për të pas më shumë raste për shënu. Unë besoj tek kjo zgjedhje e trajnerit, besoj tek forca e ekipit. Unë shpresoj dhe ndroj që të kualifikon edhe një herë tjetër tek Europiani tjetër, si dhe të fitojmë National League, po deri në atë kohë kemi kohë që ta përgatisim vetëm. Kemi edhe ndeshjen nesër kundër Luksemburgut, që besoj që koha do flasë vetë. Elsi, edhe një pyetje tjetër. Si është për ekipin, sa e ndjeni dhe ndryshimin e trajnerit jo vetëm në mënyrën e lojës, pra mënyrën e stilit lojës, por dhe fakti që kalojmë nga një trajner që diktonte pothuajse çdo pasim ishte prezent me
fjalët e tij në fushë tek një trajner që është më i qetë dhe ndërhyn shumë rradh në komunikim me lojtarët. Atëherë, kjo është një gjë, besoj, më shumë personale çdo lojtarit, sepse nëse mu për shembull nuk është se ndryshon shumë, ndoshta ta kem një trajner që më flet çdo minutë sepse ti në lojë je koncentruar. Normal pastaj është ndam pjesa e parë mbaron dik mbyllosh veshët, aty besoj që është momenti që ti duhet flitesh me lojtarët dhe të sistemosh gabimet. Pastaj është dhe ndjenja si ta ken trajnerin, nëse trajneri do flasi, nëse s'do flasi, ne jena lojtarët, jena në fushë, ne e kena topin në kamp, kështu që duhet jemi ne ato që duhet të analizojmë neshin nga brenda. Tjetër rekord 100 ndeshje, nëse luani do jeni zotëria 100 i kombëtarëve. Unë shpresoj që të luaj këtë e din trajneri, është një krenari dhe një ëndër për mua që unë do arrijë ndeshjen e 100 nesër, sepse që i vogël ka pas thjesht ëndër të luaj me kombëtarën, jo më që të arrijë të luaj 100 ndeshje me këtë fanel, kështu që për mua do jetë një nder dhe një krenari e madhe. Mirë, kjo ishte edhe pyetja e fundit për Elsin. Lo assicuro io che giocherà e sarà anche capitano domani perché questo è quello che si merita. Ju asiguroj unë që në fakt do të luaj dhe do të jetë kapiten. Mirë, faleminderit Elsi, mund të bashkohesh me skuadrën. Ne do të vazhdojmë me pyetje për trajnerin Maran Vis. Po, atëherë mister, sa ju ka vlejtur